Përputhje e plot e ajeteve kuranore me zbulimet e reja shkencore. Allahu i madhëruar e zbriti Kuranin si pishtar udhëzimi për të gjithë njerëzit. Kurani është drejtuesi më i mirë me të cilin gjykohen njerëzit midis njëri tjetrit. Me zbritjen e Kuranit, njerëzit nuk kanë më asnjë argument për të u shfaqsuar përpara Allahut të madhëruar. Ky libër nuk zbriti posaçërisht për vërtetimin e dukurive shkencore që lidhen me njeriu dhe gjithësinë, por përgjatë argumentimit të njëshmërisë së Allahut si dhe përkujtimit të njerëzve për mirësitë e pambarimta që i ka dhuruar Allahu, për të tërhequr vëmendjen e për të kuptuar madhështinë e tij, shohim se Allahu i madhëruar na shpalos përpara syve tan dukuri shkencore që u zbuluan dhe u vërtetuan pas shumë shekujsh. Sa herë që bëhet një zbulim i ri ose një dukuri shkencore e re, shfaqet nga ana tjetër argumenti kuranor që e mbështet shkencën dhe e përforcon vërtetësinë e qenies së Kuranit familjar prej Allahut të lartmadhëruar. Vlen për të theksuar këtu se disa njerëz nuk ju duket e arsyeshme shpjegimi i ajeteve të Kuranit familjar për shtat shkencës moderne, duke u argumentuar me atë që domethënia e ajeteve kuranore është konstante e pandrueshme, kurse shkenca ç'thot sot mund ta arrëzojë nesër. Kjo vjen si rezultat i vazhdimësisë së kërkimeve shkencore. Sa teorema e sa dukuri shkencore janë mbrojtur me zjarr nga zbuluesit, themeluesit e tyre e më pas janë hedhur poshtë pa ndonjë të keq. Por ky mendim nuk është i saktë, sepse shpjegimi i ajetit në përshtatje me dukuritë shkencore është të kuptuarit e një prej domethënieve të ajetit. Kjo nuk do thotë që ajeti nuk ka asnjë domethënie tjetër veç kësaj që kemi shpjeguar. Ndërsa shpjegimi i ajetit përplaset me dukuritë shkencore, padyshim që shpjegimi është i pasakt. Por kjo nuk do thotë që gabimi qëndron në ajetin kuranor, përkundrazi, gabimi është shpjegimi i ynë. A nuk kemi dëshmitar që dietari e kupton një dispozit islame në një formë të caktuar, të studiuar dhe të nxjerrë nga ajeti kuranor, dhe vjen një kohë dhe nuk i duket e saktë kjo formë të kuptuari, për shkak të një ndriçimi të një argumenti të ri dhe të riqet nga mendimi që mbronte dikur. Kjo në një anë. Nga ana tjetër duhet që shpjeguesi i ajeteve të Kuranit familjar të studiojë me hollësi dukuritë shkencore që janë bërë tashmë të ditura, të njohura për të gjithë dhe nuk paramendohet dhe as imagjinohet rrëzimi apo hedhja poshtë e tyre. Gjithashtu, ai duhet t'i largohet eksperimenteve të thjeshta që janë veç se prova, sepse nuk lejohet që t'i vendosësh ajeteve ato domethënie që nuk i përmbajnë. Vlen për të përmendur gjithashtu që nuk ka mundësi absolutisht që të vijë një ditë dhe një dukuri shkencore të përplasë dhe kundërshtojë ajetet kuranore që kanë domethënie të prera. Sepse Kurani është fjala e Allahut dhe gjithësia është krijimi i Allahut, dhe kurrën e kurrës nuk mund të presupozohet që fjala e Allahut të kundërshtojë krijimin e tij. Përkundrazi, shkenca dhe Kurani ecin për krah njëri tjetrit, sepse burimi i tyre është një, i përbashkët. Prandaj, po të shohësh dukuritë shkencore, kanë ardhur si mbështetje dhe përforcuese të librit të Allahut të lartmadhëruar. Ajetet kuranore flasin për shumë dukuri shkencore që në vitet e sotme diskutohen, ulumtohen dhe shpallen nëpër konferenca, simpoziume, seminare e tjerë. Por ne do të mjaftohemi me përmendjen e disa prej tyre. 1. Thot Allahu i madhruar në Kuran: atë që Allahu dëshiron të udhëzojë, ja zgjeron zemrën për Islamin dhe atë që dëshiron ta lërë të humbur, ja bën kraharorin të ngushtë, sikur të ngjitet në qiell. Kështu Allahu lëshon dënimin mbi ata që nuk besojnë. Sura El-An'am, ajeti 125. Ky ajet tregon se njeriu ngushtohet në kraharor sa më lart ngjitet në lartësitë qiellore. Kjo ndodh për shkak se sa më lart ngjitesh në shtresat e larta atmosferike, aq më e ulët bëhet rrysnia dhe aq më e pakët bëhet sasia e oksigjenit. Këtë të vërtet shkencore nuk e ka ditur kush, as dietari dhe as njeriu i thjesht,
në kohën e profetit. Ajo u vërtetua vetëm pas ngjitjes së njeriut në qiell në kohët tona moderne. 2. Thot Allahu i madhëruar në Kur'an: a nuk e din ata të cilët nuk besuan se qielli dhe toka ishin të ngjitura, e ne i ndam ato të dyja dhe ujin e bën bazë të jetës së çdo gjëje. A nuk besojnë ata? Sura El-Enbiya ajeti 30. Ky ajet pohon që toka dhe qiejt kanë qenë të ngjitura e më pas u ndan me dëshirën dhe fuqinë e Allahut të madhëruar. Kto që i vërtetoj shkencës sot, i ka thënë ky ajet para 14 shekujsh. Dhe ujin e bën bazë të jetës së çdo gjëje. Ja dhe një dukuri tjetër që pohon Kurani, se uji është origjina e çdo gjallëse. Shkenca e sotme moderne vërtetoi se uji është elementi i parë përbërës i çdo qelizë të gjallë. Prandaj, pa prezencën e tij, s'ka jetë. 3. Thot Allahu i madhruar në Kur'an: dhe ne krijuam bre çdo sendi 2 lloje, mashkull dhe femër, që ju të përkujtoni. Sure Edh-Dhariyat ajeti 49. I pastër nga tëmetat është ai i cili i ka krijuar çift të gjitha palët e atyre që prodhon toka, si dhe nga vetë lloji i tyre, njerëzit, si dhe ato gjëra që ata nuk i din. Sure Yasin ajeti 36. Dhe ne zbritëm ujin prej qielli dhe nxorëm me të çifte të ndryshme bimësh. Sure Taha ajeti 53. Dhe ne nxorëm prej toke çifte bimësh të bukura, të vlefshme. Sure Luqman ajeti 10. Dhe prej çdo fruti ai bëri 2 palë, çifte. Sure Er-Rad ajeti 3. Dhe ai, Allahu, është që krijon çiftet, mashkullin dhe femrën prej farës kur hidhet. Sure En-Nejm ajeti 45-46. Medito pak në këto ajete. Përmes këtyre ajeteve të larta na qartësohet se çdo gjë në këtë gjithësi është çift. Këtë e provoi dhe e vërtetoi edhe shkenca e sotme. Pra, jo vetëm njeriu është krijuar çift, jo vetëm kafshët, por dhe bimët dhe trupat e ngurtë. Këto që provojnë shkencëtarët sot, Allahu i madhëruar ne ka thënë para 14 shekujsh. 4. Thot Allahu i madhëruar në Kur'an: a nuk e bërejnë ata jo besimtarët se ne e paksojmë tokën nga anët e saj? Atëherë, ata janë triumfues. Shkenca ka vërtetuar se toka është rrumbullakët në formë sferike, jo në rrumbullakësi të plotë. Kjo gjë u arrit pasi shkencëtarët munden që t'i masin me një eksaktësi perfekte për masat e tokës. Para më pak se 3 shekuj, gjetën se toka ishte e shtypur në të 2 polet, sepse gjysma e sipërfaqes së ekuatorit, rrezja, është 21.5 km më e gjatë se gjysma e sipërfaqes nga qendra e tokës deri në pol. Kjo do thotë që toka, siç përmendëm më lart, është e shtypur në të 2 polet. 5. Thot Allahu i madhruar në Kur'an: Allahu është ai që i ngriti qiejt pa shtylla, që ju t'i shihni ata. Pastaj u ngritë që ndroi mbi arsh. Allahu nështroi diellin dhe hënën, dhe çdo njëra prej tyre ecën në kursin e vet për një afat të caktuar. Ai i rregullon punët, duke u sqaruar provat, argumentet në imtësi që ju të besoni në takimin me Zotin tuaj. Sura Er-Rad, ajeti 2. Vaji Eddin Khan thot: ky ajet përputhet me atë që shihnin njerëzit në kohët më përpara. Qielli ishte hapësirë më vete, e madhe, gjigande, e përbëhej nga dielli, hëna, yjet. Njeriu atëhershëm nuk shite që qielli të mbahej me shtylla, por sot çdo gjë ka ndryshuar. Vërtet njeriu sot e kupton saktësinë e shpjegimit të këtij ajeti. Vërtet, ne nuk arrim të shohim as shtylla, as mbajtëse. Por nga ana tjetër themi se këto trupa qiellor që të qëndrojnë në pozicionet e tyre ndihmohen nga forca tërheqëse e cila shërben si mbajtëse ose shtylla të paperceptueshme për sytë tanë. Së fundi, të gjitha këto shembuj që përmendëm më lart
janë një pikë nga deti i mrekullive të pashteshme të Kuranit. Këto janë dëshmi që Kurani famlart është libri i krijuesit, Allahut të lartë madhëruar, dhe jo vepër e Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, i cili ishte vetëm një përcjellës i fjalës së Allahut.